po e sheh me fort zhgënjem mundin që po i shkon poshtë. Kanabisin që dyshohet se e mbolli vet, do ja korr policia. Kjo është në fakt një shtëpi banimi që është përshtatur për një laborator droge i cili është gjetur sot pikërisht këtu në Pej. I dyshuari duket se gjithçka këtu e ka përshtatur që bimet të rritën në mënyrë të sigurt. Ato e kanë arritur gjatësinë 1 metër deri në 1 metër e gjys. Bile për këtë janë krijuar krejt kushtet këtu në shtëpinë e tij, duket ventilimi, po ashtu edhe sistemi i ujitjes edhe ndriçimi. Edhe dhomën tjetër e kishte rregulluar për tharje, bluarje e paketim të këtyre 91 bimëve. Mes dy dhomave, vendi u bë sistemi të rrymës që po vidhej, bile me të madhe. Pasi vendi kryesor i drogës donte energji. Këtu krejt u evidentuan nga zyrtarët policor të antidrogës të udhëhequr nga prokuroria themelore e Pejës. Kur u shkruajt çka ka brenda, u vendos që krejt një nga një të nxirren jashtë. Jo vetëm kanabisi, por çdo gjë që u gjet. Matjet këtu duhet të bëhen sakt. Disa nga to merren për hetim. Ashtu si edhe arma e thikat që u gjetën në shtëpi. Kjo armë veç i ashtoi edhe një vepër penale të dyshuarit që u arrestua e u dërgua direkt në mbajtje. Për 3 vepra penale, 2 kanë të bëjnë nga kapitulli i substancave narkotike, si dhe për armbajtje pa leje. Zyrtarët policor të antidrogës vërejtën që i dyshuari që e profesionist, pasi mbjelljen e bëri në mënyrë të përsosur, e me pajisje të shtrenjta. Jep me dyshuesi që nga fillimi, nga faza fillestare, janë tasat e vogël që dyshohet që janë me fidane të vogla të narkotikëve, deri në përpunimin në fazë përfundimtare. Megjithatë, kur u dha urdhri, krejt u hoqën nga dhe jo. Kamioni i policisë po mbushej edhe me grimcën më të vogël të kanabisit. Derisa vendi ku qëndruan këto paraprakisht mbeti bosh. Çka ishte këtu duhej djegur. Deri te vendi i caktuar për këtë, gjithçka bëhej nën masa të rrepta sigurie. Momenti erdhi e flaka i doli. Për ta ndalur atë, kur gjithçka të kallej, u thirrën edhe zjarfiksit. Kanabisi u bë shkrumb e mbeti veç si hi.